i egër i ligjit, një tradhtar i bashkëluftarit i kolegut të tij që e dogjen të gjallë në makinë kriminal Gjergj Mehmetin, dhe ky ja mbathë dhe dele u thos se kalova në për Kodra, në për Male, në për si partizan gjoja më tonë. Ky është një tradhtar i cili meriton të dënohet për tradhti të lartë ndaj shokut, ndaj bashkëluftarit, të paktën 30 vite minimumi. Dhe prandaj e vuri Edi Rama tani atë, hoqi këtë prodën se nuk mbrojti vilën e Enverit, dhe vuri këtë tani kundër opozicës. Por ta di mirë se opozita e ka të denuar atë. Do vazhdoni sërish protestat me Molotov? Do vazhdoni? Protestat me Molotov. Protestat i kemi më paqësore. Në qoftë se përdoren disa element piroteknik, ato janë shprehje urrëties ndaj Edi Ramës, por gjerë sot, dy gjëra mund të them. Protestat tona janë absolutisht paqësore, do jenë paqësore, dhe kjo është zgjidhje, jo imponim, por ky është besimi ynë se në tillë shkojmë. Po, janë përdor mjete piroteknike, të cilat ju i quani bomba Molotov, por nuk ka një njeri të plagosur prej tyre. Asnjë. E para, nuk ka një policë të plagosur. Kemi njerëz të qelluar në kokë me plumë gome. Jo një, disa. Kemi shumë probleme, por ne qëndrojmë në protestat pa dhunë. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë protestat tona pa dhunë. Asnjë polic. Filluan me dhënë komunikata si japin më, sepse ja u vërtetonin që atë moment që i kishin gënjeshtër pra. Asnjë polic i plagosur nga protestuesit. Disa protestues të plagosur dhe plumë në ballë, plumë bazveshi, në mënyrë të egër nga Sokol Bizga dhe ky proda që iku. Për sa i përket tani me hyrën të thellë, sigurisht ndjej shumë keqardhje për ata të huaj që kanë qenë aty, dhe i siguroj që ata nuk kanë qenë kur objekti atyre që kanë hudhur ato mjete piroteknike. Jo, por s'kan ditë se janë aty. Sidoqoftë, thash, për ata ndjej keqardhje të madhe, nuk duhet notë kurse si, dy thamë që kanë qenë dy zonja ose dy të huaj, nuk e ka ditë njeri fare, një gjë është. Kjo trashëgimia e Enver Hoxhës, unë për shembull e mora vesh pasi pyeta dhe më thanë që është bërë qendër kulturore. Qendër kulturore, ajo mund të ishte muze i torturave njerëzore, por qendër kulturore Vile Enver Hoxhës është një fyrje madhe për mbi 7.000 të ekzekutur barbarisht për vlerat themelore të njeriu, për 40.000 të intërnuar, për 120.000 të përsekutur. Ajo qendër kulturore, vetëm mendja e smurë e Edi Ramës që adhuron Enver Hoxhën mund ta bënte. Unë nuk isha ndëgjuar kur. Ja u them ju, jo, s'kisha ndëgjuar. Të them të vërtetën, 1 minutë. Qendër kulturore, jo, ajo mund të ishte muzeu i torturave. Po, ka muze torturash, dhe ajo mund bëj muzeu i torturave të çnjerëzore të diktaturës. Megjithatë, kjo nuk me këtë unë nuk justifikoj fare, dhe prania atyre dy të huajve
është keqardhje e madhe për mua, sepse nuk duhet në asnjë mënyrë të krijoj shqetësim. Urdhëroni? Kërkuar ndjesë pra të shkëndodhi? Po, apo shpreh keqardhje unë e mora vesh se aty ajo është shtruhet qendër kulturore, absolutisht pasi ndodhi ngjarja. Pa isha më lart, pyeta çfarë po bëhet aty dhe më thanë është qendër kulturore. Se çfarë qendër kulturore mund të jetë shtëpia e diktatorit, e din ata që e din Edi Rama. E ka adhurim me Edi Rama. Se çfarë frymëzimi mund të gjejnë për kulturën ai, antikultura po. Antikulturë, qendre antikulturës, sepse kultura socialiste ishte antikulturë, ishte pseudokulturë. Ndaj dhe unë u habita mrapa, po kjo s'është punë ime, ka bërë Edi Rama. Edi Rama është i njohur si adhurues i tij, ka qenë jati i tij ka qenë zëvendësi Nexhmi Hoxhës, po nën kryetari i Frontit Demokratik, Nexhmia ishte kryetare, pra i kanë lidhje familjare. Zoti Berisha, largimin e titullarit policisë shtetit, a e konsideroni si sukses të protestës të së shtunës? Ka një fakt që ai u largua i shenjuar nga ne si një armik i ligjit, si një bashkëpunëtor i bandave, i sigurt kjo të gjitha. Por duhej se u largua për shkak se nuk ka mbrojtur vilën e Enver Hoxhës. Dhe kjo pastaj nuk them, thash, gjersa aty kishte njerëz, gjersa ishte qendër kulture, se policia, siç e pat ju, kudo na doli me ato burojat para dhe na pengonte. Aty s'kishte njeri, ata s'kan pa njeri aty. Ata kanë menduar që nuk ka njeri. Ky është gjithë problemi. Dhe duket se tani që u bë bilet, aty u tha dhe më keq, që u them unë ju, aty u tha se është e hap, kanë fut njerëz të policisë kriminale të thonë protestuesve që banon Edi Rama aty. Dhe fillimi i sulmeve ndaj asaj vile ka ardhur me besimin se aty banon Edi Rama. Urrejtja për Edi Ramën është e pakufishme dhe ne nuk mund t'i dalim, nuk mundet ne që të pengojmë urrejtjen ndaj Edi Ramës. Kjo është e vërteta. Por kjo nuk ishte aty, ai banonte her pas here tek vila e Mehmet Shehu. Nuk banonte aty, u sqaruan gjërat. Pra, tani ka të tjerë, prisni, një minutë. Se tani ka të tjerë që thonë aty është projekt kulle. Nuk e di. Po njerëz të afërt me Ramën kanë shuar idetë se është në projekt kulle. Sidoqoftë, atyre dy të huajve ju kërkoj ndjes pa diskutim dhe shpreh keqardhje, se nuk duhej, kurse si dhe po të dijej se është qendër kulturore dhe se aty ka të huaj, kjo nuk mund të ndodhte. Do të ishte se nuk përshqetësojmë. Zoti Berisha, kush është më rëndësishme, ish vila e Enverit apo shtëpia me xhepe që dikur kryeshin përgjimet e sigurimit të shtetit? Asgjë nuk krahasohet me mizorin e Enver Hoxhës. Enver Hoxha ishte njeriu më mizor, i cili shumë më tepër vrau me uri kronike shqiptar se sa me skuadra ekzekutimi. Ju nuk i dini, nuk i jetuar në atë periudhë, kur 70% e shqiptarëve jetonin absolutisht buk, krip dhe shërbet. Ose lëng kripe, ose lëng sheqeri, edhe buk misri. Ai nuk ka të krahasuar me asnjë diktator tjetër në Europë dhe në botë. Faleminderit.